Mirë se ardhë, mirë se po takohemi të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja jemi në pjesën e 10 të serialit nga Stefan Born, Triangle Message, dhe këtu është adresa, Bashkia Adventiste ditës 7, Bujaroka 61, Gjakov, ose në YouTube, në TikTok, Bashkia Adventiste dhe numër telefoni për ata të cilët janë të interesuar, Viber, WhatsApp, natyrisht pa problem. Nga kisha Bashkia Adventiste, sonte kemi një temë jashtëzakonisht interesant dhe voluminoze, Relationship Beast. Kjo është ajo bisha e cila nuk gjendet në natyrë, normalisht një bish e cila ka një trup, po ka 7 krena dhe 10 kurora. Pra pjesa 10 nga Bashkia Adventiste ditës 7, jemi së bashku përsëri dhe është kënaqësi dhe nder, dhe tani është lutja për momentin do e kthejmë kështu, që të lutemi, ju përshëndesim kështu live, dhe kudo që jeni e lutemi, rullim kokën, e ftojmë prezencën dhe ndihmën e Zotit. O Zot, i madh dhe gjithëpërshtetshëm, dera lavdia takon ty. Faleminderit për fjalën tënde, që është e jotja, të lutem o Zot ti të jesh ai mësuesi, udhërëfyesi dhe pastori ligjëruesi jon. Na dorëzojmë dur tua, bekoj ata që do ta shikojnë tani, drejt për drejt apo më vonë, si do të qoftë që fjala jote të kuptohet, o Zot ti të dëgjohesh, kuptohesh, besohesh, pranohesh. Ndera lavdia takon ty në emrin të Atit, Birit, Frymëshit. Amen. Amen. Me lejen tuaj e kthejmë andej që mund t'i përcjellim vargjet, saktësisht ilustrimet. Ja, kjo është ajo bisha për cilën do të flasim tani për gjatë gjithë kohës, bisha e jashtëzakonshëm, e cila del nga deti, dhe fillojmë natyrisht me tekstin themelor, tek zbulesa 14, vargu i cili thot, një angjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh, nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet. Dhe vazhdimi, pra, kush është kjo bisha? Si mund ta e kuptojmë dhe për çfarë është fjala? Janë këto ilustrime biblike, saktësisht ju e dini që edhe Jezusi ka fol në shëmbëltyra dhe zbulesa është vazhdimsi e asaj. Për të kuptuar kush është bisha që del nga deti, duhet të kthehemi të shkojmë tek profeti Daniel, i cili gjithashtu flet për bisha, por flet për 4, jo për një. Këto janë bisha në formë të luanit me krah, në formë të leopardit me 4 krah, dhe me 4 kokë krena, ariu i cili ka 3 për dhëmb në gojen e tij, dhe një bishë e cila është e tmeshme, laktashme, e kështu me radhë, me cilën do të merremi për gjatë kësaj teme. Profetizimet biblike e kanë njohur prej kohësh se 4 bishat e Danielit 7 përfaqësojnë 4 mbretërit të një pas njëshme, që u ngriten në rrjedhën e historisë, duke filluar nga ditët e mbretit Nebukadnesar. Historia vërteton se Luani përfaqëson mbretërinë babilonase, e cila filloi vitin 605 dhe deri vitin 539. Ariu simbolizon mbretërinë e Medianëve e Persianëve, nga viti 539 deri viti 331. Leopardi përfaqëson Greqinë, mbretëria e cila filloi vitin 331 deri vitin 168, dhe bisha, saktësisht dragoi, bisha e dragoj përfaqësojnë Romën, perandorinë romake. Për këtë pajtohen pothuajse
të gjithë komentuesit e Biblës dhe kemi 4 fazat e Romës, cilat janë, disa minutat e ardhshme do të merremi me këtë. Ajo që nuk kam marrë vëmendje të mjaftueshme është fakti se bisha e 4, që është Roma, përshkruhet e tillë që ka 4 periudha të njëpasnjëshme sundimi. Faza e parë është Perandoria Romake, e cila filloi sundimin në vitin 168 deri vitin 476. Dhe këtu e kemi tek Danieli, pra atë trupore në kapitullin e 2 që e kishte pa ëndër, cilën Zoti ja shpjegoi Danieli dhe ai e shkroi në kapitullin e 2. Pra koka nga ari, gjoksi nga bronzi, nga argjenti, mesi nga bronzi, kurse këmbët nga hekuri dhe shputat e këmbëve të përziera edhe algjir me së bashku me hekur që e kemi dhe në kohën e sotshme. Te Danieli 7, kapitullin 23, thot, kështu tha ai, bisha e 4 do të jetë një mbretëri e 4 në tokë, e cila do të jetë ndryshe nga gjithë mbretëritë e tjera dhe do të glaboroj tërë tokën, do ta shkel dhe do ta coptoj. Kush është bisha? Si ta kuptojmë se për çfarë është fjala? Ja, Bibla shpjegon shumë bukur. Mbas kësaj, thot Danieli, unë e shikoja në vegim natë dhe ja një kafshë 4 e llaktashme, e tmeshme, jashtëzakonisht e fuqishme, kishte dhëmbë të mëdha prej hekuri. Pra, kjo bish i kishte dhëmbë të hekuri dhe kishte 10 bri në kokën e saj dhe duke si një lloj kulqedre dhe hante shumë mish. Isha duke vërejtur brirët kur jam midis prej tyre filloi të dalë një bri tjetër i vogël, para të cilit 3 nga brit e mëpashme u shkulen, që do të jetë mbretëri ndryshe nga të mëpashme dhe do të rrezoj 3 mbretëri, thot Danieli kapitulli 7, vargu 24. Pra, kjo mbretëri do të jetë ndryshe nga mbretëritë e mëpashme dhe do të dhëmbët i ka të hekurit dhe han shumë gjak, mish, që saktësisht rrjedh shumë gjak. Faza e dytë e perandorisë romake, perandoria romake ishte e ndarë. Pra, nga viti 476 dhe te viti 538, Danieli 7:24 thot 10 brit janë 10 mbretërët që do të dalin nga kjo mbretëri. Dhe Danieli 7:25 shejtorët do të bie në duart e tij, e kësaj mbretërie, e kësaj bishe, për një farë kohe, disa kohe dhe për gjysmën e një kohe. Dhe historia na thot se perandoria romake përndjekte besimtarët e Zotit Jezu duke i qitë në arena të mëdha dhe duke i bë ushqim për luan e tigra, pra me përzgutimet e shumta të mbretërisë, cilat janë të njohura në historinë. Danieli 7:25 thot, ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit, kjo bisha e 4, e cila është ndryshe nga ato e cila nuk edhe ekziston natyrë, me qëllim që t'i shfaros dhe të mendoj t'i ndryshoj kohra dhe ligjin, pra 10 urdhërimet e Zotit, mendoj përsëritet të ndryshoj kohra dhe ligjin. Cilat janë karakteristikat e bririt të vogël? Si mund ta dim se për çfarë është fjala? Ja, Bibla e shpjegon dhe fillojmë t'i numërojmë. E para, kush është bisha? Bisha u ngrit pas 10 brirëve të Danieli 7:23-24, karakteristika numër 1. Karakteristika numër 2, u ngrit midis 10 brirëve, Danieli 7:8. Karakteristika numër 3, u ngrit nga dragoji, pra dragoji
e ngriti bishën, 7:23-24, ai do të shkulte 3 brit, Danieli 7:8, tha fjalë të mëdha, kundër shumë të lartit, pra kundër vetë Zotit Krijuesit. Karakteristika numër 6, do të përndiqte shejtorët, është vargu, kapitullin 7, vargu 21 dhe 25. Karakteristika numër 7, sundoi për 3 kohë e gjysmë, 7:25, mandejtit, mendoj të ndryshonte ligjin e Perëndis, 10 urdhërimet, kapitulli 7, vargu 25. Karakteristika numër 9, mendoj se mund të ndryshonte kohrat e Perëndis, 7:25, dhe 10 do të rifillonte fuqinë e saj para fundit, para adventit, 7:26-27. Pra, kush është ky brir i vogël, i cili në mes të 10 brirëve 3 u shkëputën dhe në vend të këtyre 3-ve u rrit, i cili kishte sy dhe kishte gojë. Pra, shihte dhe fliste për ndryshim të brirëve tjerë që nuk kanë sy dhe nuk kanë gojë. Faza e 4 e perandorisë romake, saksisht papatit të Romes, u rikthye në pushtet diku pas 3 kohëve e gjysë dhe para ardhjes së dytë të Jezusit. Danieli 7:26-27, por gjykata do të ulet dhe ata do t'i heqin sundimit bririt të vogël për të konsumuar dhe shkatruar përgjithmonë. Atëherë mbretëria dhe sundimi dhe madhështia e mbretërve nën të gjithë qiellin do të jepet popullit shejtorëve të shumë të lartit. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme dhe të gjitha sundimet do t'i shërbejnë dhe do t'i binden atij. Kështu e thot Bibla. Këta janë popujt në Evropë të cilat ekzistonin në atë kohë, pra i kemi anglosaksët, frankët, visigotët, alamanët, ostrogotët, herulët, cilët janë i paraprin popujve evropian, si që janë alemanët, gjermanëve të sotme, burgdanët, zvicranëve, frankët, franqezët, italianë, saksosët, anglisë, suet, portugalisë, vizigotët, Spanjes, kurse popuj tjerë pra nuk ekzistojnë sot. Çka është shumë me rëndësi, andaj kjo bisha i ka 10 bri, jo rastisht, sepse kjo është simbolik që i paraqet kombet që ishin të banuar në atë kohë. Dhe dyta Thesalonikave kapitulli i 2, vargu 8-9, shkojmë e përshkruan fazën e 4 të bishës të papatit të Romes, dhe thot se faza e 4 të bishës së 4 është e nënkuptuar nëse sundimi i bririt të vogël do të hiqet dhe do të shkatrohet kur të vijë Jezusi, atëherë ai duhet të jetë duke sunduar përsëri botën në atë kohë. Kjo do të thotë se karriera e papatit nuk mbaroi kur humbi sundimin e tij në fund të 3 kohrave e gjysmë profetike. Do të jetë gjallë, mirë dhe do të sundoj botën përsëri kur të vijë Jezusi dhe do të shkatrohet nga shkëlqimi i ardhjes së tij që lexojmë tek e 2 Thesalonikave, kapitulli 2, vargu 8 dhe 9. Atëherë të shfaqet çfarë thotë tek këtu te 2 Thesalonikasve, kapitulli 2, vargu 8 dhe 9. Bibla thotë kështu. Atëherë të shfaqet ky i paudhi, të cilit Zoti do ta shkatroj me hukatjen e gojës së tij dhe do ta asgjësoj me të dukurit e ardhjes së tij. Ardhja e atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të Satanait bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullitë të rreme. Është në pyetje Antikrishti, për cilën mund të shpesh të dëgjohet në debate të shumta, sidomos në TikTok. Duke përmbledhur 4 fazët e bishës së 4,
kemi, çfarë kemi? Kemi në një bishën e katët vetëm, që paraqet perandorin romake, cila filloi nga viti 186 deri te viti 476. Pika numër 2, bisha 4 me 10 brit, është Roma e ndarë, ja këtu I kemi vitet. Pika numër 3, bisha 4 me bririn e vogël që sënduan për 3 vjet e gjysmë profetike, faza e parë e Romës të papatit papnore, e cila vjen nga viti 538, kur filloi, deri te 1798, kur ashtu quajtur ju dha plaga bishës, që do të flasim tani disa minuta të ardhshme. Dhe pika ashme që bisha e 4, kur briri I vogël të rikthehet në pushtet, faza e dytë e Romës papare në të ardhmen e afërt. Çfarë thot një citat nga libri Kisha dhe Kishat, faqe 42 dhe 43. Çfarë vërteton historia? Nga gërmadhat e perandorisë romake është ngritur posaçërisht krijesa e re shtetërore, qendra e së cilës ishte karriga e papës. Për këtë shkak është ngritur në pozitë jo vetëm si e re, por dhe shumë e ndryshme nga të mëparshmja. Pra kjo perandori e 4-ta ndryshon nga ato 3 paraprake. Dhe zbulesa 13:1-10 është paralele me Danielin 7. Biblia shpjegon vetveten dhe ja so bukur. Danieli 7 I përshtatet saktësisht, e flet njëjtin gjë sikur zbulesa 13 vargu 1-10, për bishën e cila del nga uji, për cilën e kemi fjalën për gjatë gjithë kohës sot. Edhe një vështrim I shpejt në zbulesën 13:1-2 zbulon një lidhje të qartë me Danielin 7, e njëjta rënditje fuqish tek Danieli 7. Dhe ja tani kemi bishën, shkojmë prej Danielit, shkojmë te zbulesa, që tham që Danieli 7 dhe zbulesa 13 janë kapitujt të cilët flasin për të njëjtën gjë, për bishën. Dhe lexojmë, zbulesa 13:1-2 thot kështu. Dhe pash të ngritej nga deti një bish. Tani Gjoni she, pra është 6 shekuj më vonë nga Danieli, dhe I shet e njëjtën gjë me ilustrime ndryshe. Dhe shka pa Gjoni? Gjoni thot, pash të ngritej nga deti një bish që kishte 10 bri dhe 7 krer, dhe mbi brirët 10 kurora dhe mbi krer emra blasfemie. Dhe bisha që pash ngjante një leopardi, këmbët e saj ishin si të ariut, dhe goja e saj e luanit, dhe dragoj I dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe autoritetin e madh, thot zbulesa 13:1-2. Tani të njëjtën gjë që kishte pa Danieli para shumë vitesh, e sheh Gjoni. Ashtu sikur se bisha, saktësisht dragoi tek Danieli 7, bisha 4 tek zbulesa 12-13 ka gjithashtu 4 faza të një pasnjështe që duhet studiuar. Roma, saktësisht dragoi, që kërkoi të vriste Jezusin, zbulesa 12:1-3, apo jo? Jezusi I cili u përndoq nga perandoria romake dhe nuk mund të linte pra në Nazaret, por në një qytet të vogël siç ishte Betlehemi. Roma e pika ashme, Roma e darë, dragoi ka 10 bri, siç thot zbulesa 12:3. Roma e papës, bisha mori fuqinë, fronin dhe autoritetin e saj të madh, nga dragoi dhe sëndoi për 42 muaj, apo 1260 vjet, si që thot zbulesa 13. Pika ashme është Roma e papës, e papatit,
Bisha do të sundoj botën përsëri, pasi plaga vdekje pruese t'i shërohet, si që thot zbulesa 13:3. Ja, kjo është ajo bisha që del nga uji dhe të cilën të njëjtën që kishte pa më herët Danieli, tani në zbules pra e sheh një trup e gjoni, një trup 7 krena dhe 10 kurora, pra 10 mbretëri. Do të vihet re se bisha që mori fuqin, fronin dhe autoritetin e saj të madh nga dragoi kreu të njëjtë veprime për të njëjtin periudhë kohore si briri i vogël. Pra, është njësoj si briri i vogël tek Danieli 7. Zbulesa 13:5 thot dhe i u dha një gojë të fliste gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe i u dha autoritet të qëndronte për 42 muaj. Dhe u dha të bëj luftë kundër shejtorëve dhe ti mund, dhe u dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe kom. Faza e 4 e bishës së dragojit është e rëndësishme të nënvizohet se ndërsa faza e 4 e bishës së dragojit nënkuptohej vetëm tek Danieli 7, ajo bëhet e qartë tek zbulesa 13. Pse? Sepse aty na thuhet se pasi bisha të mbretëroi 42 muaj apo 1260 vjet, nëse një muaj është me 30 ditë, herë 42 vim dete ky numër. Ajo do të ketë një periudhë tjetër sundimi midis këtyre dy fazave. Bisha po shërohet nga një plagë vdekje pruese. Ja, këtu e kemi pra llogarin, ashtu si që thot Biblia, me qelsin biblik I cili tek Ezekieli 4:6 thot I have given you a day for a year. Une të kam dhënë që të llogarit profetizimet një ditë kalendarike me një biblike, profetike me një vit kalendarik apo vit të rëndom. Në bazë të kësaj, pra 42 muaj janë të barabarta me 1260 vjet apo 42 muaj, siç e thot. Ja, kemi shpjegimin e ashëm, shumë I bukur. Një kohë, disa kohë, gjysmë kohë, thotë Danieli. Koha është një vit I cili ka 360 ditë, një vit, një ditë ka 360 vjet, apo 360 ditë, disa kohë 2 vjet, 720 ditë, gjysmë kohë, pra 180, dhe kur të gjitha këto I llogaritim, 360 plus 720 plus 180, vim dete viti 1260, që në Bibel disa herë flitet për këtë, vërtet shpjegohet shumë bukur. Zbulesa 13 dhe pash një nga kokat e saj, sikur të ishte plagosur për vdekje, dhe plaga e saj vdekje pruese u shërua dhe gjithë bota u mrekullua dhe ndoqi bishën. Të gjithë bota, gjithë kombet e ndoqën bishën, ashtu si që dhe zbulesa 17 që e kemi folur ma herët, I cili me gotën e lavirja I dehit të gjithë popujt. Biblia shumë bukur e shpjegon dhe çdo gjë e quan me emën Ti të vërtet, që është shumë e bukur dhe e thellë. Pyetje thelbësore: me çfarë arme u plagos bisha? Çfarë përfaqëson shpata dhe si e mori bisha shpatën? Pyetja ashme që është logjike për të kuptuar se për çfarë është fjala, cili është kuptimi I plagës vdekjepruese, çfarë e pengon plagën vdekjepruese të shërohet, kur dhe si do të shërohet plaga dhe nga kush. Këto janë pyetje që do I përgjigjemi së bashku në disa momentet e ashme. Arma që plagosi bishën e shpjegon tek zbulesa 13,
shpjegon se plaga vdekjepruse që i dha fund fazës së tretës së ndimit të dragojt, u dha me shpat. Dhe Gjoni, i cili shkruan zbulesen, thot zbulesa 13:10, kush e çon tjetrin në robëri, do të bjerë, dhe kush vret me shpat, duhet edhe ai të vritet me shpat. Kjo e vërtet e madhe biblike, pra duhet kuptuar, Jezusi ka thënë Pjetër, i cili ja preu veshin ushtarit kur erdhen me arrestu Jezusin atë mbrëmje, Pjetër kthe shpatën, thiken aty në vendin e vetë, se kush armen, shpatën, thiken, çka do tjetër e merr nga ajo, ai vetë do të pëson. Dhe çfarë ndodhi në vitin 1798? Ai, Berthelli, made entrance in the Rome, ja e kemi përktham, në vitin 1789, Berthelli ai hyri bëri hyrin e tij në Rom dhe zëri rob papen. Nga Enciklopedia Amerika, botimi i vitit 1941. Pra, kështu e thot Enciklopedia, dhe një citat tjetër nga historia e kishës kristiane vëllimit 3, faqe 327, e thot Vigilius unë gjitë në fronin e papes vitit 538 pas Krishtit, nën mbrojtjen ushtarake të Belsianit. Është citati i jashtëm i cili e dëshmon se është në pyetje perandoria, nga perandoria romake, pra është në pyetje papa. Dikush mund të kundërshtoj, teksti nuk thot se bisha vrau me shpat dhe duhet të vritet me shpat, teksti përdor të pa përcaktuar ai që vret, edhe që thot populli çfarë mjell njeri edhe kor. Zbulesa 13:14 nuk lë në dëshim se ishte bisha që vrau me shpat dhe që nga ana tjetër u vra me të. Po çfarë thot vargu të zbulesa 13:14? Dhe ai i mashtron ata që banojnë në tokë me atë shenjë që u dha të bënte para bishës, duke e thënë atyre që banojnë në tokë dhe bëjnë një shëmbëltyr për bishën që u plagos nga shpata dhe u ringjall. Çfarë përfaqësohet nga një shpatë? Kjo shpatë i u dha kishës. Efesianëve 6:17 Bibla thot, dhe merrni për krenarën e shpëtimit dhe shpatën e frymes, që është fjala e Perëndis. Kur një besimtar e pranon Jezusin për Zot dhe shpëtimtar, fryma shejt vjen në zemrat tona dhe si një shpat i heq ato çka nuk janë të mira. Saksisht që thot Biblia, nëse dikush ka gënjy, kur e pranon Zotin më nuk gënjen, nëse dikush ka bojo moral, kur e pranon Zotin më nuk bën. Shpata është që t'i heq ato gjanat e këqija frymore, por jo edhe fizike. Shpata që plagosi bishën, është të qartë se ajo nuk mund të jetë shpata që plagosi bishën në fund të 1260 viteve, sepse na është thënë qartë se pikri shpata që bisha përdori për të vrarë shejtorët gjatë këtyre 1260 viteve, do të përdoret për të vrarë ata në fund të kësaj periudhe përsëri. Pra, si është puna e këtij profetizimi 1260 vjet. Pra, ky filloi në vitin 538 dhe përfundoi në vitin 1798, kur Napoleon Bonaparte e zëni rob papen. Kurse viti 538 ishte viti i fillimi i themelimit të kishë të papatit, vërtet selisë së shejt, karikës së shejt të Romës.
Efesianëve 6:17 është mjaft e qartë se papati nuk e përdori Biblën gjatë 1260 viteve për të vrarë disidentit përkundrazi e ndaloi Biblën. Kështu që simboli i shpatës në kontekstin e zbulesës 13 duhet të përfaqësoj diçka ndryshe nga ajo siç thot Efesianëve 6:17. Pyetja thelbësore është kjo: cilën shpatë përdori papati për të përsekutuar shejtorët e Perëndis gjatë periudhës supremacisë së tij? Përgjigja gjendet tek Romakët 13:1-4, të cilat do të lexojmë. Çfarë shpirt le të nënshtrohet, çdo shpirt le të nënshtrohet pushteteve qeverisëse, sepse nuk ka pushtet vese nga Perëndia dhe pushtetet që ekzistojnë janë të caktuar nga Perëndia. Vargu Romakëve 13, vargu 2. Prandaj kushdo që i kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhërit të Perëndis, dhe ata që i kundërvihen do të marrin dënimin mbi veten e tyre, sepse sundimtarët nuk janë frikë për veprat e mira, por për të keqen. A doni të mos keni frikë nga pushteti. Bëni të mirën dhe do të merrni lavdimin nga ai, sepse ai është shërbëtor i Perëndis për ju për të mirën. Por nëse bëni të keqen, keni frikë, sepse ai nuk e mban shpatën kot, sepse ai është shërbëtor i Perëndis, hakmarrës për të ushtruar zemrimin mbi atë që praktikon të keqen. Pra, jemi duke folur, të dashur miq, motra dhe vëllezër, për zbulesën 13, bisha e cila del nga uji, cila ka një trup, i ka 7 kokë dhe 10 kurora. Në Bibël simbolet janë fleksibile, kjo do të thotë se ajo nuk nënkuptojnë gjithmonë të njëjtën gjë. Konteksti duhet të diskutoj kuptimin e tyre. Shpata që përmendet tek Romakët 13 kërcënon me dënime civile, burgosje, konfision, mallra, xhoba, vdekje kundër shkesve. Ky pasazh e bën të qartë se kjo shpatë nuk i përket kishës, por shtetit. Kjo shpatë është ndëshkuese, jo bindëse. Është e rëndësishme të kuptohet se Perëndia ka themeluar si kishën, ashtu edhe shtetin. Sipas rendit të Perëndisë, të dyja kanë vendin e tyre legjitim. Zoti jon Jezus njoftoi se do ta ndërtonte kishën e tij mbi veten kur tha Pjetrit: "Mbi këtë shkëmb do ta ndërtoj kishën time", Mateu 16:18. Kisha është mbretëria shpirtërore e Krishtit. Pra, une Jezusi, jo Pjetri, pra Jezusi është themeli i kishës dhe Jezusi i ka qelsat që i mbyll dhe hap. Dhe mbi Jezusin duhet të jetë e ndërtuar kisha, jo mbi traditat, mbi njerëzët, kush do të qoftë, madje edhe Pjetri që ishte njëri nga apostujt e tij. Pra, unë Jezusi, jo Pjetri, do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferit nuk do ta mundin. Kisha duhet të jetë e ndërtuar jo mbi njerëz, kush do të qofshin ata, por mbi vetë Zotin. Sepse ky është krijuesi, është edhe ai cili ka shkel kokën gjarë prej armiku ynë poshtë, dhe është i shkelur Zoti nga njeu. Fitoria e jetës mbi vdekjen është nga Zoti ynë Jezus. Por Romakëve 13 gjithashtu e bën shumë të qartë se shteti i kryer nga Perëndia, madje quhet edhe shërbëtori i Perëndis, por shteti është shërbëtori i Perëndis për të ndëshkuar ligjet, shkeljet e ligjeve civile, jo të ligjeve fetare. Këtu është çështja. Pra, shteti ka të drejtë që të ndëshkoj qytetarët për shkeljen e ligjeve civile e jo fetare. Romakëve 13 pohon në mënyrë të qartë se shteti është shërbëtori i Perëndis për të ruajtur rendin civil të shoqërisë. Në kohën e Paulit, kjo shpatë ishte në dorën e perandorisë romake.
Çuditërisht, Jezusi refuzoi të lejonte udhëtarët e tij, kisha fillestare e asaj epoke, të përdorin shpatën toksore për të mbrojtur mbretërinë e tij. Kur turma erdhi për të arrestuar Jezusin në kopshtin e Getsemanis, na thuhet se Pietri nxori shpatën e tij dhe ja preu veshin shëptorit të kryepriftit. Pietri, i cili supozohej të ishte papa i parë, po përdor shpatën toksore për të mbrojtur mbretërinë e Zotit të tij. Lexoni rreth kryqëzatave të përdorura për të mbrojtur dhe rimar vendet e shejta. Ja, e dim këto nga historia apo jo. A i nkaroi Jezusi një sjellje të tillë, a e lavdoi Pietrin për përdorimin e shpatës së mërfillt për të mbrojtur mbretërinë e tij, ai i qortoi dishepujt e tij e tjerë të tij që nuk ndoqën shembullin e lavdishëm të Pietrit. Absolutisht jo. Jezusi e qortoi me zë të lartë Pietrin me fjalë çuditërisht të ngjashme me ato të zbulesës 13:10. Pra, duke i thënë, por Jezusi i tha, vendose shpatën në vendin e saj, sepse të gjithë ata që marrin shpatën do të vdesin nga shpata. E kemi pra te Mateo 26:52. Pra, besimtarët nuk kanë luftë fizike, por luftë frymore, jo me shpata, me thika, kallashe e të ngjashme. Disa orë ma vonë, kur Pietri e pyeti Jezusin nëse ishte mbret, Jezusi u përgjigj menjëherë. Mbretëria ime nuk është e kësaj bote, o Pjetër. Nëse mbretëria ime do të ishte e kësaj bote, shëptorët e mi, do të luftonim që une të mos dorëzohesha judenjëve. Por tani mbretëria ime nuk është prej kësaj bote, thotë Gjoni 18:36. Jezusi refuzoi të lejonte udhëtarëve të tij të përdorin shpatën toksore për të themeluar ose për të mbrojtur mbretërinë e tij shpirtërore. Cila është plaga vdekjepruesi që bisha? Jezusi është emër mbi çdo emër dhe nuk ka nevojë për asnjë mjet, armë fizike. Ai është Zot mbi të gjithë dhe mbetet ai i cili ja ka shkel kokën gjarë prit. Çfarë është plaga vdekjepruese? Tani që e dim që shpata e zbulesës 13 vjetë përfason fuqinë ndëshkuese të shtetit për të zbatuar ligjet civile, duhet të përpiqemi të zbulojmë se çfarë nënkupton me plagën vdekjepruese. Një studim i kujdesshëm i zbulesës 13 vjetë zbulon se plaga vdekjepruese nuk i referohet kryesisht konfiskimit të territorëve të kishës katolike romake, as nuk është eliminimi i kishës katolike romake si kishë, pra nuk ka të bëjë fizikisht me udhëhesinë e kishës. Plaga vdekjepruese i u dha papatit ku shpata e shtetit që papati kishte përdorur për të përsekutuar popullin e Perëndis u kthye kundër tij. Plaga vdekjepruese atarisht të heqja e shpatës së shtetit nga dora e papatit. Fuqia blasfemuese e bishës e cila doli nga uji. Si e mori papati shpatën? Pyetja. Përgjigja është kjo. Midis viteve 300 dhe 476, hordhi fisesh barbare nga veriu pushtuan dhe subtuan perandorinë romake. Perandoria e fundit ishte Romulus Augustulus, i cili u rrëzua nga Afroni në vitin 476. Pushtetet barbare në perandorinë romake e përmbysën atë dhe e lanë pa një sundimtar civil që mund të ruante ligjin dhe rendin. Në mes të kësaj situate kaotike, peshkopi i Romes u josh të merrte frenat e pushtetit civil. Ai tani nuk ishte vetëm udhëheqësi shpirtëror i kishës, por edhe sundimtar i përkohshëm i shtetit, thot kardinali Edward Manning. Pra, nga kardinali Edward Manning është ky citat shumë i fuqishëm. Kardinali Edward Manning përshkroi mënyrën se si papa
Romak filloi fillimisht pushtetin e tij, kur barbarët pushtuan perandorin romake dhe coptuan atë, kardinali Mening shpjegon se papatët e gjetën veten të vetëm, burimet e vetëm të rendit, paqes, ligjit dhe sigurisë, dhe që nga dora e këtij çlirimi provincial, kur me anë të një ndërhyrje hynore, zinxhiret ranë në duart e pasardhësit të Shën Pjetrit e dikur më parë nga të tijat. Asnjë sovran nuk ka mbretruar ndonjëherë në Rom përveç vikarit të Jezu Krishtit. Thot Henry Edwards Mening në librin Pushteti i kohor i vikarit të Jezu Krishtit, parathënie sa numri romak, në Londër, pra botimi vitit 1862, guximi është i imi. Pra, papati muar udhëheqjen civile të shtetit përveç asaj fetare që e kishte. Kardinali Manning shpjegon më tej, papati priti derisa një kohë të tillë që Zoti t'i thyente prangat e tij dhe ta çlironte nga nënshtimi ndaj pushtetëve civil dhe ta vendosen në front në zotrimin e një sovraniteti të vetëm kohor. Thot Henry Edwards Mening në librin Pushteti kohor i vikarit të Jezu Krishtit, botim i njëjti që në Londër, pra botimi i dytë i vitit 1862, faqe 11 dhe në faqe 13, trashëgimia është e imja. Kardinali Mening thot se kur pushteti civil i Romes u hoq nga barbarët, peshkopi i Romes mbushi boshllokën dhe u bë arbitar në çështjen civile, si dhe në çështjen fetare. Çuditërisht, kardinali Mening i referohet këtij marrja në dorë e pushtetit civil nga peshkopi i Romes është shprehja të tilla si thyrje e lidhjeve dhe rënja e zinxhirëve. Në një gjuhë të fshehtë, apostulli Paul, i cili referuar tashmë kësaj heqje të pushtetit civil nga perandoria romake, ku shkroi për heqjen e frenuasit mizor tek 2 Tesalonikasve kapitulli 2 vargu 6 dhe 7. Dhe tani e dini se çfarë e frenon pushtetin civil të perandorisë romake, që ai të zbulohet në kohën e tij, sepse misteri i palishmërisë është tashmë në veprim, thot apostulli Pauli, vetëm ai që tani e frenon perandorin do të bëj këtë derisa të hiqet nga rruga. Zoti ka urdhëruar mënyrë decisive që mos të miremi besimtarët me kurfar arme fizike. Ai ja ka heq shpatën Pjetrit, i ka thonë qite në vendin e vet, dhe anë mikut shpatën që mos ta i dëmtoj ata që e besojnë. Zbulesa 20 tregon se çfarë do të thot robëri e lidhur me një zinxhir i paaft për të përdorur mbretëri të kombeve për të përshkruar qëllimet e tij. Një teolog tjetër katolik romak pohon kështu. Shumë kohë më parë, kur Roma, për shkak të neglizhencës së perandorëve perëndimor, u la në mëshirën e hordhave barbare, romakët ju drejtuan një figure për ndihmë dhe mbrojtje dhe i kërkuan atij t'i sundonte, dhe kështu në këtë mënyrë të thjesht titulli më i mirë nga të gjithë për të drejtjen mbretërore filloi sovranitetin toksor të papëve. Dhe duke u ngjitur me përgjegjësi në fronin e Cezarit, vikarit i Krishtit mori skeptrin para të cilit perandor
dhe mbretërit e Evropës do të përkulleshim me nderim gjatë ka shumë epokave, thot James Corney në librin American Catholic Quarterly Review prill në vitin 1911, 10 historian të kishës kanë thënë të njëjtën gjë. Pra, deri në kohën kur Napoleon Bonaparte e zëri rob papen, i cili ndodhi në vitin 1798. Nën perandorin romake, është faza 2, papët nuk ishin pushtet toksor, por kur perandoria romake u shpërbën nga vendi i saj, u mor nga një numër mbretërish të vrasht dhe barbar, që është faza 2, kisha katolike romake jo vetëm që u bë e pavarur nga shtetin e çështje fetare, por dominoi edhe çështjen laike, që është faza 3, thot zotri Karl Konrad Ekstrot në librin e tij Papati dhe çështjet botërore, e botuar në Chicago, në shtypshkronjën e Universitetit të Chicagos në vitin 1937, faqja numër 1. Kjo është, mes tjerash, çfarë na zbulon lajmi i 3 engjëjve dhe pse është kaq i rëndësishëm që ne ta jemi duke studiuar tani lajmin e 3 engjëjve. Historiani kishës Ri W. Sorthen shpjegon më tej marrëdhënien midis papatit dhe shtetit gjatë mesjetës, duke thënë në librin Shoqëria Perëndimore dhe Kisha në mesjet, vëllimi 2, faqja 24-25, grada është e imja, citatin i cili thot kështu: gjatë gjithë periudhës mesjetare në Rom ekzistonte një autoritet i vetëm shpirtëror dhe toksor, që është papati, që ushqente pushtete që në fund i tej kalonin ato që kishin qenë ndonjëherë në dorë të perandorit romak. Pra, është citati nga ky libër që e tham pak më herët. Historiani kishës John Fix shton dëshmin e tij dhe thot: në mesjet kisha nuk ishte një shtet, ishte shteti. Ajo më sakt autoriteti civil, sepse një shoqëri e veçantë nuk njihej, ishte thjesht departamenti i policisë së kishës. Thot John Frigg nga libri Gersi te Grossi, faqe numër 4. Kjo ide e kishës që sundon si një çështje toksore, ashtu edhe në ato shpirtërore u përpunua në vitin 1302, kur Papa Benefici i 8 shkoi një bul, letër personale të rëndësishme me të titulluar Uram Sarkatom. Teksti i Ungjive na informojnë se në këtë kishë katolike romake dhe në fuqinë e saj janë 2 shpata, do me thonë shpata shpirtërore dhe ajo toksore. Prandaj të dyja janë të fuqishme në fuqinë e kishës, do me thonë shpata shpirtërore dhe ajo materiale. Por e para, kjo shpirtërorja, duhet të administrohet për kishën, ndërsa e dyta kohore nga kisha. E para në duart e priftit, e dyta nga duart e mbretërve dhe ushtarëve, por në vullnetin e tolerancën e priftit. Kjo ide e kishës që sundoi si një çështje toksore, ashtu edhe në ato shpirtërore, u përpunua në vitin 1302, kur Papa Benefici shkoi dhe një letër e njëjta gjë. Çfarë ndodhi në vitin 1798? Vitin 1798 shënoi kulmin e revolucionit francez, që filloi pra këtë vit në vitin 1798. Revolucioni ishte në kryengritje kundër pushtetit mbretëror dhe intolerancës priftore. Ju e dini që Napoleon Bonaparte e zuni rob papen dhe çfarë thot? Me 12 shkurt të
të vitit 1798, generali Bertel hyri në qytetin e Vatikanit, rrëzoi Papen Pius VI e informoi atë se pushteti i tij kishte mbaruar dhe mori rob në Francë. Pra, nga Vatikani e mori në Francë, ku më vonë vdiq në mërgim. Perandori Napoleon Bonaparte kishte dhënë tashmë urdhrin që të mos zgjidhej një pasardhës. Papati ishte zhdukur, nuk ishte mbetur asnjë gjurmë e ekzistencës së tij. Dhe midis të gjithë fuqive katolike romake, asnjë gisht nuk u lëviz në mbrojtje të tij, sepse nuk ishin mbështetjen e shtetit. Qyteti i përjetshëm nuk ishte më princ apo pap, pra Vatikani. Peshkopi i tij ishte një rob që po vdiste në toka të huaja. Dhe dekreti ishte shpallur tashmë se asnjë pasardhës nuk do të lejohej në vendin e tij. George Trevor Roma, faqe 1, nga rënja e perandorisë romake, faqe 439 dhe 440, nuk është fuqi që gjysma e Evropës mendonte se vetoja e Napoleonit do të zbatohej dhe se me papati ishte i vdekur. Joseph Ribaj, lekson mbi historinë e fesë, papati modern, vëllimi numër 3. Turma njerëzish imagjinuan se papati ishte në prag të vdekjes dhe pyeten a do ishte Piu i 6 papa i fundit dhe nëse fundi i shekullit 18 do të sinjalizohej nga rënja e dinastisë papnore, thot T.G. Gill, drama papnore, libri numër 10. Papati kishte pësuar poshtrimin e tij më të thellë dhe duke se ishte shkatruar. Revolucioni gjithashtu dha plagën që duke se nuk donte ta shëronte deri në fund të shekullit të 20. Thot citati nga Frank Herbert Symposiumi. Papati ishte pësuar poshtrimin e tij më të thellë dhe duke se shkatruar, pra është citat gjithashtu mbi zbulesën vëllimi në Maryland, pra Review and Herald, vitin 1992, faqe 37, të njëjtin citat. Papa ishte pësuar poshtrimin e tij më të thellë, pra e njëjta gjë, nuk mund të mos e njesh ironinë e asaj që ndodhi në vitin 1798, Franca, shteti i Francës, njihej si vajza më e madhe e papatit sepse Clovis, mbeti i Frankëve, ishte i pari që zyrtarisht i dha pushtetin toksor papes në vitin 508, qytetërisht pikrisht kombi që kishte dhënë i pari papatit shpaten tani u kthye kundër nënës së saj dhe i dha asaj plagën vdekjepruese. Shumë interesant dhe shumë i fuqishëm ky citat. Revolucioni francez ishte një ngjarje katastrofike për papatin. Pas revolucionit, vendin në botën perëndimore ndoqën shembullin e Francës duke themeluar qeveri demokratike që shpallin emancipimin e tyre nga xhaketa e papatit. Por megjithse revolucioni pothuajse e shkatroi papatin, profecia parathoste se ajo do të ngrihej nga shtrati i vdekjes shumë më e fuqishme dhe disponike në të kaluarën. Shërimi i plagës, zbulesa 13:3, përshkruan shërimin e plagës vdekjepruese dhe pash një nga kokët e saj sikur të ishte plagosur për vdekje dhe plaga e saj vdekjepruese u shërua dhe gjithë bota u mrekullua dhe ndoqi bishën.
Çfarë është shërimi i plagës dhe kipruasit të papatit? A është kryesisht rivendosja e territorit të saj të konfiskuar? A është rikupërimi i pushtetit të saj krishter? Jo taman, jo saksisht. E shohim termin papat është një fjalë kodi për një sistem fetaro-politik që përdor pushtetin e shtetit për t'i detyruar njerëzit t'i binden diktateve të tij. Me fjalë të tjera, papati nuk është thjesht një kish, por një bashkim i kishës dhe shtetit. Nëse plaga vdekjepruese do të thotë se shteti u kthye kundër papatit dhe ja mori shpatën në vitin 1798, atëherë shërimi i plagës duhet të thotë që shteti do t'i kthej përsëri pushtetin e shpatës që ajo humbi atë vit. Pse plaga vdekjepruese nuk është shëruar ende? I ndjeri Malaki Martin, egzorcisti jezuit i kishës katolike romake dhe autori i librit më të cituar Qelsat e këtij gjaku, tha në vitin 1986 kështu: për 15 vjet e më shumë, Roma kishte mbajtur një dorë sa më të fortë që të ishte mundur në çdo komunitet lokal në mbar botën. Në përgjithësi, dhe duke pranuar disa përjashtime, kjo kishte qenë pikpamja romake derisa 200 vjet pasiviteti i u imponua papatit nga fuqit kryesore laike të botës, thot pra cituar në Christianity Today me 21 nëntor të vitit 1986, faqja 26. Ellen White u pajtua me të nderuarin Martinin, me qenë se ajo shkroi 100 vjet më parë, duke thënë në Great Controversy, konflikti madh, librin të cilin e kemi ofruar dhe akoma e ofrojmë falas për të gjithë ata që kanë interesim dhe na lajmërohen. Le të hiqen kufizimet e vendosura tani nga qeverit laike dhe Roma të rivendoset në pushtetin e saj të mëpashëm dhe shpejt do të ketë një ringjallje të tiranisë dhe përsekutimit të saj. Thot në konflikti madh, The Great Controversy, faqe 564. Arsyeja pse plaga vdekjepruese nuk është shëruar ende është sepse qeverit laike të botës nuk i kanë lejuar papatin të hip mbi to përsëri. Si të thuash, zinxhirët që ranë nga duart e papatit kur pushteti civil i perandorisë romake ra në shekullit e 3 dhe të 4 i u thyen përsëri në duart e saj në vitin 1798. Një nga deklaratat të jashtëzakonshme të zotërit John Robinson, një teolog i reformuar, pajtohet si me Martinin ashtu edhe me Ellen G. White, i cili thot: Annie Rand kishte të drejtë kur shkroi në vitin 1967, Kisha Katolike nuk e ka hequr kur dorë nga shpresat për të rivendosur, duhet të ketë pasur dikur dhe të ketë humbur bashkimin mesjetar të kishës dhe shtetit me një shtet global dhe një teokraci globale si qëllimin e saj përfundimtar. Kisha shteti romake është një hibrid, një përbindësh i pushtetit kishtar dhe politik. Mendimi i saj politik është totalar dhe saher që ka pasur mundësi të zbatoj parimet e saj, rezultati ka qenë shtypje e përgjakshme. Nëse gjatë viteve 30 të fundit, ajo i ka zbutur pohimet e saj për pushtetin e plot, suprem dhe të papërgjeshëm dhe ka vra më pak njerëz se më parë, ndryshime të tilla në sjellje nuk janë për shkak të një ndryshimi në idet e saj, por për shkak se një ndryshimi në rrethanat e saj, qeverit laike e mbajnë atë larg.
Megjithse shteti kishe romake në shekullin e 20 është një institucion që po shërohet nga një plagë vdekjepruese, nëse dhe kur ajo të rifitoj, pra duhet të ketë humbur pushtetin dhe autoritetin e saj të plot, ajo do të imponoj një regjim më të kopshëm se çdo regjim që planeti ka parë deri me tani. Plaga vdekjepruese do t'i shërohet. Thot zotëri John Robinson në Melangolia Krishtore, faqe 195. Pse udhëheqësit botror duan të bien në shtrat me Vatikanin? Metafor kurvërimi, krerët e shtetëve në botën e sotme e pranojnë se të gjithë se papa zotron një pushtet që në më shumë mënyra është më i madh se i tyre. Nuk janë vetëm 900 milion nënshtruesit e katolicizmit dhe pasuria e madhe që i bën qeverit më të fuqishme së botës. Të kultivojnë marrëdhënien miqësore me kishën romake, kishën katolike romake, por sepse qeveritë e shtetit të Vatikanit gjenden në numër të madh në pothuajse çdo vend. Ata përbëjnë një rrjet ndërkombëtar që arrin në qarqet e brendshme të qendrave të pushtetit të botës, thot në librin Dave Hunt, Global Peace, faqe 116. Në librin e tij Chelsea, i këtij gjaku Mihail Martin, përshkroi konkurrencën për kontroll global midis 3 sistemeve: kapitalizmit, komunizmit dhe katolicizmit romak. Ekziston një gjashmëri e madhe që ndajnë 3 konkurrentës globalist. Secili prej tyre ka në mendje një dizajn të veçantë madhështor për një qeverisje botërore. Konkurenca atyre gjeopolitike është se cili prej tyre të treve do formoj, dominoj, drejtoj sistemin botëror që do të zaventësoj sistemin e kombit në prishje, thot Malakia Martin në librin e tij Qelsat e këtij gjaku, faqe 18. Martini nuk ka dyshime se kush do të fitoj në këtë garë me mish e me shpirt papati katolik romak. Dhe Martini përshkruan se fjalë dridhëruese se çfarë do të ndodh kur papati të rimarr pushtetin e tij. Dhe Martini thot, asin dale sepse pasi gara të jetë vendosur bota dhe gjithçka që është në të, mënyra jon e jetesës si individ dhe si qytetar të kombëve. Familje dhe punët tona, tregtia dhe tregtia e parat tona, sistemet tona arsimore dhe fet dhe kultura tona, madje edhe shenjat dalluese të identitetit ton kombëtar, të cilat shumica prej nesh e kemi marrë gjithmonë si të mërqenja, të gjitha do të janë ndryshuar fuqishëm dhe rëndësishëm përgjithmonë. Askush nuk do të mund të përjashtohet nga efektet e saj. Asnjë sektor i jetës sonë nuk do të mbetet i paprekur. Askush që është i njohur me planet e këtyre 3 rivaleve nuk ka dyshim se vetëm një prej tyre mund të fitojë. Thot Malakia Martin, librin e tij Qelsat e këtij gjaku, faqe 16. Pyetja është, cila është afati kohor për këtë rend botëror, New Age, geopolitik nën udhëheqjen e papatit katolik romak. Dhe i nderuari Malaki Martin në të njëjtin libër thot edhe një citat. Sa i përket faktorit ton, kohë, ata prej nesh që janë nën 70 vjeç do të shohin të paktën strukturat themelore të qeverisë së re botërore të instaluara.
ata prej nesh nën 40 vjeç me siguri do të jetojnë nën autoritetin dhe kontrollin e saj legjistiv, ekzekutiv dhe gjyqësor, i thot zotëri Martini. Pyetja thelbësore është kjo: si do të rifilloj papati pushtetin e Shpatës që humbi më shumë se 200 vjet më parë? Kush do të liroj zinxhirët që e kanë kufizuar këtë sistem për 2 shekujt e fundit? Edhe më konkretisht, cili komp në botë do të ishte aq budalla sa të vendoste Shpatën përsëri në dorën e një pushteti kaq despolitik? Profecia zbulon se Shpata e pushtetit civil do të rikthehet papatit me ndihmën e kombit më të pamundur. Mos e humbesni pjesën episodin tjetër emocionues që do të flasim bisha e cila del nga toka. Deri atëherë ju përshëndesim dhe mirëmbëjtje.